Kujtja merr të mendja, e qara mund t'ju ndihmojë të zgjidhni këto probleme shëndetësore. Nga të dhënat të ndryshme statistikore rezulton se gratë qajnë mesatarisht 4 herë në muaj, ndërsa burrat 2 herë. Të qarat megjithatë nuk janë shenjë dobësie, por çelësi për të çliruar nga probleme të ndryshme shëndetësore. Ja përfitimet e të qarit në periudha të vështira sipas dhe Elsaj. Largon stresin. Të qarit është shumë i rëndësishëm për shëndetin e nervave, përmes tij kemi aftësinë të lehtësojmë dhe zvogëlojmë ngarkesat nervore. Sipas studiuesve, e qara aktivizon sistemin nervor parasimpatik, i cili jep efekte qetësuese në tru. Rregullon presionin e gjakut. Kur jeni shumë të acaruar, tensioni i gjakut mund të rritë ndjeshëm. Hipertensioni mund të çojë në probleme serioze shëndetësore si goditja në tru, sulmi në zemër, insuficiencë në zemër e të tjera. Eliminoni akumulimin e toksinave, lehtësoni humorin, lehtësoni dhimbjet dhe gjithashtu relaksojeni në momentet tuaja më të vështira.